Çfarë ndodh me tensionin e gjakut kur pini kafe çdo ditë? Diagnostifikimi me tension të lartë të gjakut mund t'ju bëjë të dyshoni për çdo gjë që fusni në gojë, duke menduar nëse kjo do të përkeçojë hipertensionin ose jo. Ndërsa ndoshta keni diskutuar me ofruesit tuaj të kujdesit shëndetësor, një gjë e tillë mund të ndikojë gjithashtu drejt për së drejti edhe në krijimin e problemeve. Rezulton se kafeja mund të ketë ndikime afatshkurtra në tensionin e gjakut, por kjo mund të ndryshojë me kalimin e kohës dhe me përdorimin e përsëritur të kafes. Në rast se nuk i kuptoni detajet, hipertensioni i njohur si presioni i lartë i gjakut është një gjendje ku forca e gjakut që rrjedh në prenët e gjakut është vazhdimisht më e lartë, sipas shoqatës amerikane të zemrës. Mund të ndodhë megjithatë, kafeja mund të rrisë tensionin në disa raste. Megjithatë, nuk ka asnjë garanci se sa kafe mund të rrisë tensionin e gjakut. Ekspertët tregojnë që nëse vuani nga tensioni, tregoni të vëmendshëm me pirjen e saj në dietën tuaj.